Unë, çdo herë ku më thonë, kur flas, unë e jap lajmin çka thot Kurani me ju tregu njerëzve që na kishin mashtru. Unë jam një prej tyre që jam rrit. Mone men, kur them për veti, unë jam haptazi që e pranoj. Jam rrit mos me pranu tjetrin, me urrejt tjetrin, me pas fobi ndaj tjetrit, me pas fobi ndaj një grupi tjetër etnik, me pas fobi ndaj kryqit, me pas fobi ndaj katolikit. Do në vëlla me ndru historinë e komit shqiptar. Po do në me thonë që veç katolikët e kanë formu komin shqiptar. Katolikët nuk e kanë formu komin shqiptar. Me pas fobi ndaj ortodoksit. Ashtu jemi rrit shumica edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni. Po në Maqedoni është në pjedestal kjo fobi. Dhe askush nuk flet për këtë fobi dhe unë e ku morë për sipër, me folë me ju tregu njerëzve çka thot Kurani, si duhet ne mi po gjërat në horizont, në raport me njerëz të tjerë, me grupe tjera etnike.